Po, do t'i kthehemi, Ardita. Ndërkohë që doja edhe opinionin tuaj, zoti Mehmeti, si e lexuat ju pikërisht këtë ndërhyrje të Parlamentit Evropian dhe këtë rezolut realisht të ashpër? Mund të thuhet që është Parlamenti Evropian, mund të quhet që është një talking shop, por gjithçka për hir të vërtetës duhet të kalojë nga Parlamenti Evropian. Dhe kur Parlamenti Evropian e qarkullon mes vetes dhe miraton një rezolut të tillë, edhe komisioni dëgjon. Zoti Franco, besoj që nuk kemi me dilemat, paktën ju bashkë me ne panelistët që jemi këtu, që problemi numër 1 në rajon është Serbia dhe kryesisht presidenti i Serbisë, zoti Vučić, aktualisht. Bashkimi Evropian është treguar shumë tolerant kohët e fundit për gjatë gjithë kësaj periudhe ndaj Serbisë, duke e përgdhelur pavarësisht veprimeve të tyre politike në raportit me Pollin, Bosnjë, në veçanti në Kosovë. Në vend që Bashkimi Evropian të vendos sankcione ndaj Serbisë, vendos sankcione ndaj Kosovës, që është një e padrejtë. Por gjithsesi besoj që është një kthesë e madhe dhe një shpresë gjithashtu se Bashkimi Evropian ka orientuar politikën tashmë drejt zgjidhjes së çështjes së problemit në Ballkan. Dhe një rezolut e tillë është dashur të hartohet, do të të miratohet më herët, të parandaluar veprimet dhe përshkallëzimin e situatës edhe brenda Serbisë, sepse një Serbi jo stabile do të thotë një rajon jo stabil, dhe gjithë kjo energji e mbrendshme brenda shtetit të Serbisë dhe gjithë këto protesta që janë zhvilluar për një periudhë kaq të gjatë, për një pjesë të madhe kanë qenë, kemi qenë skeptik se a do të mund t'i rezistojnë kaq gjatë protestat, po gjatë gjithë kësaj kohe, por me një këmbgulje dhe me një vullnet edhe me një pretekst, pra dhe me një arsye shumë të madhe për të protestuar, për ta nxjerrë Serbinë nga kjo vorbull. Unë mendoj që tashmë Bashkimi Evropian e ka parë seriozisht situatën se vetëm me sanksione Serbia do të gjunjëzohet, pra është vetmja mënyrë dhe kjo rezolut ndoshta mund të jetë një piknisje që në një të ardhme të shpejt të fillojnë edhe me vendosjen e sanksioneve ekonomike, se është një fjalë e urtë që thohet siç është aksioni ashtu duhet të jetë, ashtu është edhe reaksioni, dhe dhuna fizike e Serbisë ndaj popullit të vet dhe shteteve fqinj, do të thotë duhet Bashkimi Evropian të kthehet me dhunë politike, duke i vendosur sanksione ekonomike në mënyrë që të ndikojnë edhe ndërimit të këtij pushteti i cili është i kalbur këmbë kokë, por gjithsesi për një vendosje të një rendi të ri politik në Serbi, dhe kjo besoni që do të ndikonte që do të kemi një stabilitet të jashtëzakonshëm në rajon dhe zgjidhje së gjitha problemeve në mes shtetërore, një herë edhe për shpejtim të integrimit në Bashkimin Evropian të shteteve që kanë mbetur jashtë gjirit të këtij institucioni.